إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Allahun e falenderojmë për madhërisë së Tij, për kulemi dhe dorëzohemi. Nga ai faljen ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i Tij, paqja, bekimi dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e fundit. O ju besimtar, keni frikë Zotin xhallashanuhu dhe kryeni obligimet e Tij, keni frikë e respekt për Zotin xhallashanuhu dhe braktisni ndalesat e Tij, e kështu jetoni si musliman deri në vdekje. O ju njerëz, keni frikë Zotin xhallashanuhu që ju krijoi nga një palë, e nga ajo palë e krijoi bashkëshortën e Tij, e nga këta të dy u shtun shumë burra e gra. Keni frikë Zotit xhallashanuhu në emrin e të cilët ju betoheni dhe dijeni se Zoti xhallashanuhu është gjithmonë mbikëqyrës mbi ju. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, në javën e kaluar kemi filluar në një temë që të përpiqemi që t'i nxitim të rinjtë dhe të reja tona që ta kryejmë një obligim edhe fetar, edhe një obligim të jetës së tyre, pra t'i nxitim që të martohen. Dhe kemi shpjeguar se martesa është urdhën i Zotit xhallashanuhu. Ai djalë dhe ajo vajzë që marrin këtë vendim, le të binden se janë duke e përfillur një urdhër të Allahut subhanahu wa taala. E kur e përfillin një urdhër të Zotit xhallashanuhu, le të binden se janë duke e adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Përveç kësaj, martesa është shkaku kryesor për rritjen dhe për shumimin e llojit njerëzor. Martesa ja ruan nderin dhe moralin e njerëzit. Pra këto janë qëllimet kryesore të martesës. Ndërsa për dobive të martesës, vëllezër dhe motra, e kemi përmendur se martesa mes çiftit është garantuesi kryesor që i ofron njeriu qetësi edhe shpirtërore, edhe qetësi fizike. Martesa është shkak që njeriu të pasurohet në këtë jetë dhe kemi thënë se djali apo vajza martuar e ka një status më të ngritur në shoqërinë e tyre. Sot do të flasim përsëri për martesë dhe do të përpiqemi me lejen e Zotit xhallashanuhu që ta shpjegojmë në mënyrë të vazhdueshme se është nevojë imediate, edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin kombëtar, kemi nevojë që të flasim për këtë temë, për shkak se jemi duke vërejtur se neglizhimi i martesës është pasojë e shfaqjes së mëkateve të ndryshme dhe është pasojë e zbërjes tonë si popull. Andaj kemi nevojë që me lejen e Zotit xhallashanuhu ta kuptojmë më seriozisht martesën dhe duke u bindur se Zoti xhallashanuhu çdo gjë që na ka urdhëruar është në të mirën tonë, në të mirën e familjes tonë dhe në të mirën e shoqërisë. Me cilën vajzë apo me cilin djalë të martohemi? Është pyetje e cila secili djalë dhe secilin vajzë e shqetëson. Edhe normal se ka të drejtë të shqetësohet. Për shkak se njeriu në këtë jetë vendimet të mëdha dhe gjërat e cilat janë me interes madhor, normal se nuk e ka lehtë që ta marrë një vendim të caktuar. Andaj themi se që ta zgjedhësh një vajzë të mirë dhe një djalë të mirë, në radhë e parë duhet ta kuptojmë se kjo është sukses nga ana e Zotit xhallashanuhu. Pra në radhë e parë duhet me qenë të bindur se kur don Zoti xhallashanuhu, Allahu ta lehtëson. Andaj duhet më shumë që të kemi besim në Allahun subhanahu wa taala në këtë çështje.
E dyta të ndruar vëllezër dhe motra është që ne duhet të përpiqemi të angazhohemi, të japim mundin ton maksimal për më ardh deri tek zgjidhja më e mirë, që ta zgjedim një djalë të mirë apo që ta zgjedim një vajzë të mirë. E si të orientohemi, mu për këtë arsye, ne si besimtar e kemi një avantazh që kemi fjalën e Zotit edhe kemi traditën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Andaj për neve muslimanët, për çdo çështje të jetës, vllazën dhe motra, duhet ta kuptojmë se bosulla e jetës tonë, ajo e cila neve na orienton padyshim se është Kur'ani edhe është tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ajetin që lexova në fillim të hutbes është ajeti i parë i surës An-Nisa, ku thot Allahu te barekuhu teala: "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida." O ju njerëz, keni dro Zotin xhaleshanu që ju krijoi juve nga një njeri. E nga ai pastaj e krijoi bashkëshortën e tij. E nga këta të dy pastaj u bën familje, u bën fise dhe u bën popull. Andaj ne si besimtar, duke kuptuar qartë dhe drejt fjalën e Zotit xhaleshanuhu, jemi të bindur se martesa duhet të ndodh mes burrit edhe mes gruas. Edhe kjo është martesë e cila është e plotfuqishme. Është martesë e cila njeh Zoti dhe njeh natyra njerëzore e pastër. Ajo që është për të shqetësuar dhe është fatkeqësi e kohës së sotit është se në shumë ligje të ndryshme lejohet që të martohet çifti një jetë mes vete dhe e konsiderojnë se e kanë bërë aktin e martesës. Andaj ne themi se kjo është një gjë e shëmtuar, është kundër Zotit dhe është kundër njerëzit dhe është kundër shoqënisë njerëzore, për shkak se nuk ka mundësi që të plotësohen kriteret, nuk ka mundësi që të realizohen qëllimet dhe synimet të cilat i ka martesa. Andaj Allahu te barekuhu teala na tregon se zanafilla e njerëzit ka filluar prej Ademit alayhis salam. Pastaj Allahu nga Ademi alayhis salam e ka krijuar Havën, bashkëshortën e tij. E pastaj nga Ademi dhe Hava ka filluar lloji njerëzor. Janë martuar dhe kanë lindur, kanë bërë fëmijë, e pas këta janë martuar dhe kështu është shtuar soji njerëzor. Andaj ne themi se baba i jon i pari dhe nëna është Ademi edhe Hava alayhima salatu wassalam. Të ndrum vëllezër dhe botra besimtar, Zoti xhaleshanu na tregon për vlerën e Kur'anit se na ka treguar çdo gjë. Për këtë arsye Allahu thot: "Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Me të vërtetë, Kur'ani është libër, është relevat hyjnore, është platformë hyjnore që udhëzon në atë e cila është më e mira. Ndërsa, për sa i përket sunetit, traditës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di, kitab Allahi wa sunnati." Para se me vdek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thotë ju kam lënë dy gjëra të cilat janë bazike. E nëse kapeni fuqishëm për to, kur nuk keni me devijuar, kur nuk keni me hupur rrugën e drejtë, mirë po gjithmonë keni me qenë të udhëzuar dhe keni me qenë të sigurt. Kush janë ato? Fjala e Allahut, pra libri i Zotit xhaleshanuhu dhe tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto dy burime vëllezër dhe motra, neve na tregojnë çdo gjë e cila është me interes për jetën tonë. Për këtë arsye vëllezër dhe motra, tregohet se hebrejtë të cilët kanë jetuar në Medinë, një ditë prej ditëve e kanë ngacmuar Salman el Farisiun radiallahu ta'ala anhu. Dhe i kanë thënë Salmanit: "Çka është puna e pejgamberit juaj? Nuk u ka ju lënë juve të qetë me jetu." Thët ju përzihet në çdo çështje, edhe në ato të voglat, edhe në ato të mëdha. Thët ju tregon juve çysh me jetu, çysh me adhuru Zotin. Ju përzihet juve edhe në detaje të imta të jetës suaj. Është mundu në një farë mënyre minën shmu Salman el Farisiun radiallahu ta'ala anhu, kinse në atë pretekstin se feja juaj është diçka shumë e vështirë, është diçka që juve ju imponon çdo gjë. Salmani radiallahu ta'ala anhu, i edukuar me edukatën e Muhamedit alayhi salatu wasallam, me kënaqërinë më të madhe ka thënë një përgjigje duke thënë: "Po vallahi." Thët po pasha Allahun. Thët ne jemi krenarë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar çdo gjë. Thët ne jemi krenarë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar çdo gjë. Andaj vllazën dhe motra,
Të nderuar të ri dhe ju të reja. Edhe në çështjen e martesës, padyshim se Zoti xhallahu na ka treguar orientimin më të mirë se ka të orientohemi. Edhe kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka jap udhëzimet më të mira. Për këtë arsye, në radhë të parë, ne si besimtar duhet të njohim rregullat, të njohim dispozitat dhe të njohim cilat janë ato udhëzime të cilat na udhëzon neve feja, qoftë nga Kurani apo qoftë nga tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj të orientohemi drejt asaj, e padyshim se aty do ta gjejmë të vërtetën, aty do ta gjejmë lumturinë, aty do ta gjejmë stabilitetin dhe aty do të gjejmë çdo gjë e cila është e mirë dhe është e nevojshme për ne. Andaj, në radhë të parë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar arsyen se pse martohen njerëzit. Dhe ka përmend në hadithin që e transmeton Ebu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu duke thënë: Tunkahul mar'atu li arba. Thot çdo djalë lakmon tek një vajzë 4 gjëra. Çdo djalë lakmon tek një vajzë 4 gjëra. Ndërto i ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: Li maliha, për shkak të pasurisë së saj. Li hasabiha, për shkak të prejardhjes së saj. Wali jamaliha, për shkak të bukurisë së saj. Dhe katërta, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wali diniha, dhe për shkak të fesë së saj. Dhe në fund e ka përmbyll Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Fadhfar bi dhati din taribet yadak. Zgjedhë atë e cila është fetare, taribet yadak. Arabët e kanë përdorur këtë shprehje, që në kuptimin e parë kjo shprehje do të thotë të ngjitshin duart tuaja për dhe, që aludon dhe simbolizon në një farë mënyre humbjen, varfrinë dhe dëshpërimin. Këtë kuptim e ka. Mirë po arabët në stilin e gjuhës së tyre ka njëherë i përdorin fjalët e kundërta me qëllim pozitiv apo me qëllim nxitje. Pra, zgjedhë atë fetare nëse don që të mos kesh ramje, nëse don që të mos kesh regres, nëse don që të mos kesh varfri dhe nëse don që të mos kesh prapambetje. Pra zgjedhë ato fetare se do të jesh i lumtur dhe do të kesh sukses dhe do të kesh lumturi në jetën tënde. Andaj ky hadith i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i orienton të rit që para se me shiqut të një vajzë, e që është e natyrshme që njerëzit ta shohin vajzën për shkak të bukurisë së saj, për shkak të prejardhjes së familjes së saj dhe për shkak të pasurisë së saj. Pra këto janë gjëra normale që njerëzit lakmojnë pas disa vajzave. Mirë po bazike dhe kryesorja duhet me qenë që djali të shiqoj në fenë e asaj vajze që do në martu, në fenë e asaj vajze që do me pas jetë me të, në fenë e asaj vajze që planifikon mi ndërtu një familje, që ajo vajzë nesër mas nesër ka me qenë nona e fëmijëve të tij, që ajo vajzë nesër ka me qenë gjysha e nipave dhe mesave të tij. Një vajzë që së bashku do ta ndërtojnë një familje të shëndosh, e që vllazën dhe motra. Duhet ta kuptojmë secili prej nesh se formimi i familjes i ka sfidat e veta. Është një sfidë, është një obligim i jetës, andaj nuk është as pak e lehtë që të ndërtohet një familje. Mirë po, kur ne e kuptojmë se Zoti na ka inkurajuar, kur ne e kuptojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka nxitur, dhe kur ne e kuptojmë se është prej parimeve të fesë që ne të martohemi, atëherë duhet ta zgjedhim partnerin adekuat, partnerin i cili na ndihmon neve që ta ndërtojmë një familje, që ta ndërtojmë një shoqëri dhe që në të ardhmen shpresojmë që Zoti do të na beqatojë me fëmijë dhe që së bashku do t'i rritim, do t'i edukojmë dhe që këta fëmijë pastaj kanë me qenë e ardhmja e jetës sonë dhe ardhmja e shoqërisë sonë. Andaj për këtë arsye udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na ka nxitur, na ka inkurajuar që të mos i japim përparësi bukurisë, prejardhjes dhe pasunisë para çështjes së besimit dhe para se çështjes së moralit. Ndërsa për sa i përket tek vajzat dhe tek prindrit e vajzave, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawwijuhu." Thot nëse ju vjen një djalë dhe kërkon dorën e vajzës suaj, nëse ju vjen një djalë dhe kërkon dorën e vajzës suaj, dhe ky djalë është i ndershëm, është fetar dhe ka sjellje të mira, fasawwijuhu, thot martoni. E nëse ju nuk e martoni, nëse ju e refuzoni dhe nëse ju nuk e pranoni për dhëndër, atëherë dijeni se
do të bëhet fesat në shoqëri dhe do të bëhet çrregullim i madh. Do të bëhet fesat dhe do të bëhet çrregullim i madh. Andaj bëj apel edhe tek vajzat, edhe tek prindrit e vajzave që të bëjnë kujdes se kush do të jetë burri i vajzës tënde apo kush do të jetë partneri i vajzës që do ta ndërtojnë të ardhmen. Edhe këtu kuptojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është fokusuar në këto dy parime, pra që të jetë fetar dhe që të jetë i moralshëm. E treta që është më rëndësi, roli i prindit në këtë rast. Nuk ka martesë legjitime pa pëlqimin e prindit, vllazë dhe motra. Nuk ka martesë legjitime pa pëlqimin e prindit të vajzës. Prindi i vajzës duhet ta jep miratimin. Prindi i vajzës duhet ta jep pëlqimin. Andaj, për shkak se kemi të bëjmë me një institucion shumë të madh, kemi të bëjmë me një marrëveshje që javën e kaluar e kena përmendur disa herë, është mithaqun ghalidh, është një beslidhje e fortë, e cila nënkupton detyra, përgjegjësi dhe nënkupton obligime dhe rregulla. Andaj çush ka mundësi mu lidh një martesë nëse prindi, i cili është shkaktari kryesor i ardhes së fëmijës në këtë jetë, nuk e ka pëlqimin e asaj lidhje. Andaj patjetër se duhet të ketë parasysh që të mirët edhe pëlqimi i prindit. Cilat janë pastaj obligimet të ndërsjellta, apo cilat janë ato veprimet reciproke të cilat duhet i kenë parasysh edhe djali edhe vajza. Për këtë arsye, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ka hetuar se dikush prej trive ka vendosur mu martu, i ka inkurajuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Unzur ilayha, fa innahu akhra an ya'duma bainakuma." Thot shiqoni njëri tjetrin, për shkak se nëse ju takoheni me njëri tjetrin dhe bisedoni para aktit të martesës, kjo është më garantues se juve do t'ju zgjat jeta së bashku gjatë. Andaj, për këtë arsye, në rregullat e fesë tonë, vëllezër dhe motra, duhet djali dhe vajza mu taku para se mi bo aktin e martesës. Para se mi bo marrëveshjen e martesës, është mirë që të takohen në prezencën e prindit apo në prezencën e kujdestarit të vajzës dhe që të takohen me të vetmin qëllim që ta njohin njëri tjetrin. Ta kuptojnë njëri tjetrin dhe të dinë se cilat janë kërkesat e njëri tjetrit. Kur takohen me njëri tjetrin, atëherë kjo është më mirë dhe me lejen e Zotit xhaleshanu do të zgjat kjo martesë deri në pafundësi. Paramendoni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë këtë thënie para 1500 viteve. Ne sot jetojmë në shoqëri të hapur. Ne e dimë se sot njerëzit, sidomos të rit, ndoshta shumica në kohë se kalojnë bashkë. Mirë, po duhet kemi kujdes si prind dhe të inkurajojmë edhe të rritë dhe të rejat si besimtar që të kenë kujdes të mos vetmohen djemt në vajza. Nuk ju lejohet një gjë e tillë, vetëm nëse kanë të bëjnë me takime serioze siç është martesa. Andaj kanë të drejtë që të shndrojnë bashkë, gjithmonë duke qenë edhe një kujdestar i treti i vajzës, dhe të bisedojnë shlirë dhe pastaj këtu e marrin vendimin për të ardhmen e tyre. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "La tunkahul aymu hatta tusta'mar." Nuk lejohet që të martohet vajza beqaresh me dhunë, pa marrë pëlqimin e saj. Pra që do të thotë se Islami, feja jonë, në të gjitha rrethanat e kërkon miratimin e vajzës para se mi marrë vendimin e martesës. Ndërsa nëse vajza turpron dhe ngurron para prindit të saj, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast, edhe heshtja e saj padyshim se konsiderohet prej pranimit të saj. E lut Zotin xhaleshanu që Allahu të na udhëzoj në atë e cila është më e mira. E lut Zotin xhaleshanu që Allahu të na mundson që ta kuptojmë të vërtetën si të tillë dhe të jemi pasues të saj. E lut Zotin xhaleshanu që të kemi seriozitet më shumë, sidomos në çështjen e martesës, sidomos në këtë pikë e cila është pothuajse marrëveshja kryesore e jetës. Nga se nga këtu fillon realisht kuptimi i jetës, që merr kuptim jeta duke kuptuar detyrat, obligimet dhe rregullat të cilat i kemi në mënyrë reciproke në mes burrit dhe gruas, e pastaj frutat e saj të cilat janë të shumta. Allahun e lut që Allahu t'u lehtësoj të rive dhe të rejave, që t'i zgjedhin ata bashkëshort, ata partner apo ato partnere të cilat do t'ju ndihmojnë që ta kenë një jetë të sigurt, një jetë të lumtur dhe një jetë stabile. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, ma ba'd. Përsëri falendojmë Allahun subhanahu wa taala, dërgojmë salavatin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, disa prej ulemave e kanë bërë pothuajse si prej gjërave që ju ndihmon trive dhe trejave të afrohen sa më afër, ju kanë bërë një parim që është el-kuf, që do të thotë përshtatshmëria, që djali të shiqojnë një vajzë apo vajza ta shiqojnë një djalë që prafërsisht përshtatet me të. Edhe në aspektin e besimit, edhe në aspektin e traditave, edhe në aspektin social, pra në përgjithësi që të përshtatet me jetën e tij dhe me jetën e saj. Në shumicën e rasteve, ato lidhje të cilat përshtaten mes vete, ato lidhje zgjasin deri në pafundësi. Ndërsa ato lidhje të cilat nuk përshtatet djali me vajzën, edhe në aspektin e besimit, edhe në aspektin social, edhe në aspektin e traditave dhe të kulturave, atëherë është rrezik që të rrezatojnë me mendamje apo me divorc. Andaj për këtë arsye duhet të pas parasysh që djali të shiqojë në një vajzë e cila me lejen e Zotit xhaleshanu i përshtatet, edhe për të, edhe për familjen e tij. Po i përshtatet edhe vajzës saj djali i cili së bashku do ta ndërtojnë një jetë të begatshme. Gjithashtu të ndëllazën dhe motra, e kemi parasysh edhe një parim fetar që është el-istikhare. El-istikhare do të thotë është një ritual enkas që muslimani duhet ta bëj para se me vendos një punë me rëndësi. Istikhare është me kërku prej Zotit xhaleshanu më të mirën. Kur njeriu është në dilemë dhe nuk din se çka me vendos, është sunet që të falen 2 rekate, apo edhe nëse nuk falen 2 rekate, mjafton mi bë duan e istikharës. E kështu që unë ju kisha inkuraju të gjithëve, pa përjashtim, që ta mësojmë duan e istikharës kur kemi të bëjmë me një çështje që nuk di me vendos sa është mirë apo është keq për neve. Dhe thot Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu duan e istikharës ashtu siç na ka mësuar ajetet e Kuranit. Pra për çdo gjë është mirë me bë istikhare. Për shkak ki vendos me udhëtu, ki vendos me ndërtu, ki vendos me ble, ki vendos për diçka, atëherë nuk din sa është mirë apo është keq për ty, është sunet që të falet namazi istikhares apo që të bëhet duaja e istikhares. Duke thënë o Zot, unë e kërkoj të mirën nga ky veprim që unë do ta bëj. Nëse është në dobinë time dhe në dobinë e fesë time dhe të ardhmes time, andaj o Zot mundsoje që të realizohet kjo kërkesë e imja. Ndërsa nëse ti e din o Zot që ky veprim që unë jam ka bëj është në dëmin tim, në dëmin e fesë time, në dëmin e jetës time dhe në dëmin e të ardhmes time, andaj largoje këtë veprim nga unë o Zot dhe bënë khairin që të jetë gjithmonë risk për mua. Andaj është mirë me praktiku duan e istikharës sidomos në çështjen e martesës. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Men istikhara wa istashara lam yandam." Ai i cili e bën istikharen para se me vendos për një punë të madhe. Dhe e dyta wa istashara, dhe kjo është e dyta, istishara është konsulta. Mu konsultu me njerëz që din për shembull. Mu interesu më shumë për vajzën, me ditë se për cilës familje është, me ditë se çfarë karakteri ka, me ditë se çfarë sjellje ka. Mu interesu mi pyet familjarët e saj, mi pyet kushit e saj, mi pyet shoqet e saj. Dhe të njëjtën kohë vajza bën për djalin kështu. Pra interesohet sa më shumë për të. Pra thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush istikhare dhe kush istishare, pra konsultohet, lem yandam, nuk i bën pishmanit për atë veprim që e ka bë. Edhe një herë e lut Zotin xhaleshanu që t'i vëdësoj 33 tona, e lut Zotin xhaleshanu që 33 tona të përgatiten për jetën martesore, që ta kuptojnë se jeta në martesë, jeta në bashkësi ka detyrat e saja, i ka obligimet e saja dhe padyshim se i ka mirësitë e saja dhe i ka epërsitë e saja, dhe Zoti xhaleshanu që t'i bekoj, të kenë jetë të lumtur, të kenë jetë të qetë dhe të kenë jetë sa më pak probleme. Dhe ato probleme të cilat ju shfaqen në jetën e tyre, të din t'i zgjidhin në mënyrën më të mirë dhe në mënyrën më të duhur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman katira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة